Më të bukura që kënë zhvilluar në Shqipëri. Me çfarë përshtypjesh reagoni nga qyteti i Durrësit me këtë koncert? Me përshtypje të mrekullueshme, janë ende me ato emocione jam, tani sa u mbyll koncerti, me të vërtet dëshiroja që të vazhdoj ende, sepse njeriu kur merr emocione të mira dëshiron t'i ketë më shumë, më shpesh. Andaj mendoj që këto emocione do të mbeten në sirtar, si një prej kujtime më të bukura të kohërit të fëmijëve Okarina, së bashku me të madhen Vamula dhe me duo Hasa. Më të vërtet ka qenë një natë magjike. Në qiellin e hapur të Durrësit, më duket sikur se këta ndryshman sonte qiellin e Durrësit me aq madhështi që i dhanë gjithmonë në kësaj mbrëmje. Juve vini pas një aktiviteti me presidentin e Kosovës dhe Dua Lipa. Çfarë mund të thoni? Se emocione pas emocionesh. Emocione pas emocione. Vërtet është. Fëmijët me të vërtet tani gjithmonë kanë ftesa nga artistët e mëdhej që kanë karrierë të bujshme kombëtare, ndërkombëtare, po kjo që kishim takimin para 3 ditësh me Dua Lipën ka qenë një befasi organizuar nga presidentja Vjosa Osmani, edhe realizimi i asaj performance ka qenë prej performancave të cilat ne edhe kemi realizuar me emocione të përzira, të pas parasysh që fëmijët e kanë një idhull Dua Lipën dhe me të vërtetë ta e di që gjithë jetën s'do ta harrojnë ato emocion, kur ato gjithë kohës secila ngjarje ka emocionet e veta, ka kujtimet e veta, andaj ai do të jetë një kujtim i paharruar, siç edhe është sonte një kujtim i paharruar për fëmijët, për këtë mbrëmje magjike. Publiku ka dëshirë të njohë, të di diçka për karrierën tuaj. Unë jam këngëtare lirike me profesion, kam mbaruar studimet në Tiranë, në vitin 2001-2005 në Akademinë e Arteve të Bukura të Tiranës, kam mbaruar digën e kantos dhe kur njeh kanton mirë, ke teknika vokale, të cilat ato mund t'i shërbejnë edhe fëmijëve për një këndim të bukur. Unë punoj teknikat të ndryshme me fëmijët, me kohën e fëmijëve, andaj këta janë të gatshëm për ngjarje të ndryshme, të mëdha, janë të përgatitur, gjithkohës bëjnë prova të panumërta, andaj edhe repertuari jonë është i larmishëm, nuk është vetëm nga klasikat, por është i lloj-llojshëm. Andaj kjo lloj-llojshmëri e repertuarit gjithmonë ndikon jashtëzakonisht te ngritja profesionale tek fëmijët, por që edhe mësimi i teknikave të ndryshme se si duhet përdoren ato për këndime të varësisht nga repertuari. Mendoni që ka ardhur koha që Shqipëri Kosovë të jetë një korë përbashkët, jo vetëm me 100 fëmijë, por mbase me më shumë se 1000 fëmijë. Wow, do të ishte një ide fantastike. Unë jam e gatshme të kontribuoj. Atëherë mjafton vetëm një vullnet i artistëve të mblidhemi dhe të bëjmë një gjë të paharruar për fëmijët e tonë. Jemi një dhe do të vazhdojmë të jemi një dhe të ngrisim lart vlerat kulturore ashtu siç i kemi. Një mesazh për publikun? Vazhdoni të mbështesni artin, kulturën.